إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet, lavdërimet dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pas Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Sot do të flasim disa fjalë në pika të shkurta mbi temën e sadakas, mbi temën e kësaj vepre shumë të madhe që e shuan hidhërimin e Allahut. Dihet se na e mëkatojmë Allahun ditën dhe natën. Mëkatet tona janë të shumta dhe janë shumë të mëdha. Ndërsa njeriu me sadakan e shuan hidhërimin e Allahut. Që ka ardhur në hadith të pejgamberit alayhis salam se sadakaja e dhën fshehurazi e shuan zemërimin e Allahut. Qëre, sadakaja e dhën fshehurazi. Sadakaja e cila është e dhën fshehurazi është më e mirë se ajo e cila jepet në publik. Ne kemi tek që edhe në publik lejohet me dhon. Ama me çfarë njeti? Me niyet që mi nxit edhe njerëzit e tjerë mi dhon. Mirë po nëse nuk e ki këtë niyet që mi nxit edhe tjerë, më e mirë sadaka është ajo sadaka e cila jepet fshehurazi, që nuk e din askush tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala dhe atij personi që je duke ja dhënë. Pra, shuani hidhërimin e Allahut me sadaka, duke dhënë në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Sadakajën kur ta jep njeriu, sadakajën kur ta jep muslimani, një herë shkon te Allahu, pastaj shkon te nevojtari. Prandaj, gjeneratat e arta, dietarët e mëdhenj, ka raste kur sadakan e kanë parfymos, pastaj ja kanë dhënë atij I cili është në nevojë. Se kanë thënë se kjo sadaka s'pari herë shkon te Allahu, prandaj ti vjen mirë. Tani shkon tek personi në nevojë. Sadakaja të mbron nga zjarmi I xhenemit. Që ka thënë pejgamberi alayhis salam, ruajuni zjarrit, qoftë edhe me një gjysmë hurme, s'ki më shumë, me 5 denar. Me 10 denar, jepi për hir të Allahut, që ajo mund të merr sebeb, që ti Allahu me të rujt prej zjarmit të xhenemit. Mos e nënçmo veprën e vogël, mos e nënçmo parën e pakt. Sa ajo mund të merr sebeb që ti më shpëtu. Prandaj, secili jep llogari për vetveten e tina, secili njeri do të jep llogari për pasurinë e tina. Dikush I ka 100 denar në xhep I jep 10 denar. Dikush I ka 1 milion denar, për shembull, I jep 100 denar. Nuk është e njëjtë. Nuk është e njëjtë ai I cili ka shumë parë dhe jep një shumë caktuar, me atë I cili është mesatar në pasuni, apo është I varfër dhe jep sadaka. Pra sadakaja e të varfërit, sadakaja e atij personi I cili është një varfër, është nevojë, po mundohet me nda prej pasurisë së tina, është më e mirë dhe më e madhe dhe më me vlerë se sadakaja atij personi I cili është milioner, ka shumë parë dhe jep diçka prej pasunisë. Se e lehtë është për ata I cili ka shumë parë, është milioner, me dhon diçka prej pasunisë,
një shumë të vogël, ndërsa nuk është lehtë. Ai i cili është nevojtar për vetveten, mi ndihmu dikujt ai i cili është në nevojë. Pra kjo është vlera më e madhe. Dhe këta e don Allahu subhanahu wa taala. Është nevojë, mirë po don me shpëtu prej zjarmit të xhenemit. Don Allahu mi dhon bereqet. Don Allahu me futë në xhenet, edhe ndan prej pasurisë së vogël që e ka, vetëm me shpëtu prej zjarmit të xhenemit. Sadakaja është shkak për shërimin e sëmundjeve të shpirtit dhe është shkak për shërimin e sëmundjeve të trupit. U ankua një person tek pejgamberi alayhis salam për ngurtësinë e zemrës. I tha se ishte ngushtu zemra. Sa prej të pasurve kanë shumë pasuni, mirë po zemrën e kanë të ngurtë. Sa prej të pasurve kanë shumë pasuni, mirë po mrena janë shprast. Pse? Se Allah i ka dhënë shumë të mira, ai nuk kontribon në rrugt të Allahut, ai nuk kontribon duke i dhënë personave në nevojë, duke i dhënë jetimve, duke ju dhënë atyre të cilët Allahu nuk i ka dhënë shumë pasuni, Allahu i ka sprovu me pasuni. Edhe pyet pejgamberin alayhis salam, për shkak se ishte ngurcu zemra, i thot pejgamberi alayhis salam, nëse do zbutjen e zemrës tone, atër ushqeje të varfërin edhe ledhatoje kokën e jetimit. Nëse do zemra jote mu përmirësu, mu bo zemra jote e but, e ndishme, mu kon zemra jote dhe trupjot me iman dhe me besim, nëse do mu kon i devotshëm, atër ushqeje të varfërit dhe ledhatoje kokën e jetimit. Para mëna që shka thonë pejgamberi alayhis salam, për atë i cili e ledhaton kokën e jetimit, ka mu kon kështu në xhenet, ka thonë pejgamberi alayhis salam, bashkë me mua. E ka bashku gishtin treguste, gishtin e mesën pejgamberi alayhis salam, se çaq afër ka mu kon ai i cili e ledhaton kokën e jetimit. Pa ai i cili e ndihmon jetimin, kena më dhon llogari, nëse na kena familjar ton që kanë nevojë dhe na nuk i ndihmojna, kena më dhon llogari nëse na kena ndonjë kojshi tonin që është nevojë dhe na nuk i ndihmojna. Kena më dhon llogari nëse në vendin ton ka nevojtar dhe na nuk i ndihmojna. Kam na pyet Allahu subhanahu wa taala. Kena marrë llogari. Njeriu nuk do të lëkshir vetëm për vetveten e vet. Dihet se njeriu është lakmitar. Do sa më shumë pasuni me mri. Mirë po investimi më i mirë. Investimi më i mirë i pasunisë është në sadaka dhe është në rrugt të Allahut. Është investim i cili e ka fitimin 100%. I cili nuk ka humbje asnjëherë, po ka vetëm shtim të pasurisë, ka vetëm lumturi, ka vetëm gëzim, ka vetëm të mira. Koha është me shi dhe nuk do ta zgjas. E lusë Allahun e madhruar me na bë prej atyre që japi shumë sadaka, saqë dora e djathtë nuk e din sa ka dhënë majta dhe majta nuk e din sa ka dhënë djathta. E lusë Allahun e madhruar me na dhënë sinqeritet në bamirësi dhe në sadaka dhe në çdo vepër. E lusë Allahun e madhruar me na bë prej banorëve të xhenetit Firdaus, me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, me na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre, prej çdo cilësie që na çon në zjarrin të xhenemit. E lusë Allahun e madhruar me na ndriçon natën e varrit, me na lehtësu urën e siratit dhe Allahun me na tubu në xhenet, që ashtu që na ka tubu në këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.